SPA ka zbardhur detaje të reja shqetësuese nga operacioni i zhvilluar kundër call centerave mashtrues në Tiranë, duke konfirmuar se aksioni është dekonspiruar përpara ndërhyrjes së hetuesve. Sipas prokurorisë së posaçme, drejtuesit e call centerit që operonte në godinën Ati Tower në rrugën Ibrahim Rugova janë njoftuar paraprakisht për një kontroll të mundshëm nga autoritetet. SPA thotë se grupi kriminal kishte ngritur një strukturë të sofistikuar sigurie me disa perimetra mbrojtës. Përveç kamerave të sigurisë, jashtë ambienteve të call centerit operonin edhe persona civil vëzhgimi të cilët monitoronin lëvizjet dhe sinjalizonin çdo rrezik. Sipas hetimeve, mbrëmjen e datës 15 janar 2026, pas përfundimit të orarit të punës, këta persona vëzhgimi dyshohet se kanë njoftuar pronarët e call centerit për ndërhyrjen e afërt të autoriteteve. Pas këtij sinjalizimi, në orët e para të mëngjesit të 16 janarit, ambientet në Ati Tower janë poshatisur plotësisht, pajisjet kompjuterike, serverët dhe materialet janë larguar gjatë natës, ndërsa personeli është zhdukur nga godina. Kur hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit shkuan për zbatuar vendimin e gjykatës së posaçme, konstatuan se call centeri nuk funksiononte më dhe ishte spastruar nga çdo pajisje. Fal veprimeve të shpejta hetimore, PKH arriti të gjurmojë automjetet dhe personat që kishin transportuar pajisjet. Kjo çoi në kapje në flagrancë të disa shtetasve, të cilët po zhvendosnin materiale drejt një ambienti tjetër në zonën Downtown 1, ku po përgatitej një call center i ri. SPA e konsideron këtë një provë të qartë se operacioni është dekonspiruar dhe se grupi kriminal ka tentuar të fshijë gjurmët e aktivitetit mashtrues, duke zhvendosur pajisjet dhe provat gjatë natës. Hetimet vijojnë për të identifikuar jo vetëm autorët e mashtrimit, por edhe burimin e dekonspirimit të operacionit.